Gjatë vikendit që lan pas nga ora 22 deri në orën 3 pas mesnate, sektori i punëve të brendshme Tetov ka realizuar aksion kontrolli në 7 objektet hoteliere në Gostivar dhe 1 objekt hotelier në Tetov. Qëllimi i këtyre aksioneve ka qenë nëse respektohen ndalesat për shërbim të miturave me alkohol dhe ndalesa e qëndrimit të tyre në për këto ambiente gjatë orëve të pasmesnatës. Krahas kësaj, policia ka kontrolluar edhe nëse respektohet ligji kundër pirjes së duhanit në për ambiente të mbyllura. Me këtë rast, në të gjitha objektet hoteliere që janë kontrolluar në regionin e Gostivarit, nuk është hasur asnjë nga shkeljet e lartë përmendura, ndërkohë që në objektin hotelier Bar Court në Tetov janë hasur 2 të mitur që kanë qëndruar më vonë se koha e definuar ligjërisht. Njëri prej tyre ka qenë i moshës 17 vjeçare dhe tek ai, policia ka gjetur edhe një thik. Për këtë arsye, i shoqëruar nga prindërit, është thirrur në stacionin policor në Tetov, është biseduar me të dhe më pas është lëshuar. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov edhe një herë përkujtojnë objektet hoteliere për ligjin për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Nga ky nivel, bëjnë të ditur se pronarët e këtyre objekteve që do të lejojnë të miturit të qëndrojnë në objektet hoteliere pas orës së 12, e cila është definuar me ligj, do të përballen me gjobë nga 1.200 deri në 2.000 euro, varësisht nga ajo nëse bëhet fjalë për persona fizik apo juridik. Krahas asaj, 600 deri në 1.200 euro për personin përgjegjës, njoftojnë nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Krahas kësaj, ligji në fjalë parashikon edhe gjoba për prindërit e personave të mitur, të cilët do të kapen nëpër objektet hoteliere, duke i bërë shkeljet e lartë përmendura. Me këtë rast, gjoba për prindërit që nuk do të ketë kontroll për fëmijët e tyre është 600 deri në 800 euro, njoftojnë nga sektori i punëve të brendshme Tetov.